Horoskopi javor për datat 22 dhjetor deri më 28 dhjetor 2025. Dashi. Kjo javë ju nxit të përqendroheni në ekuilibër, veçanërisht midis karrierës dhe jetës personale. Me Marsin që energjizon sektorin tuaj të rutinës, mund të ndiheni të shtyrë për të shtyrë kufit në punë. Megjithatë, keni kujdes nga mbi ngarkesa. Lini më një kohë çdo ditë për relaksim dhe qartësi mendore. Në çështjet e marrëdhënieve, Venusi thekson rëndësinë e komunikimit. Flisni hapur me të dashurit për të ruajtur harmoninë. Mund të ndjeni një tërheqje për të rilidhur me miqtë e vjetër ose projektet e papërfunduara, pasi Mërkuri në retrograde sjell të kaluarën në të tashmen. Financiarisht, buxhetimi i kujdesshëm do të ndihmojë në stabilizimin e çdo shpenzimi të paparashikuar. Merrni në konsiderat rishikimin e objektivave personale që keni vendosur më herët gjatë vitit. Tani është ideale për të planifikuar vitin e ardhshëm. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi zakoneve që forcojnë imunitetin. Ndërsa afrohet fundjava, angazhohuni në aktivitete që nxisin kreativitetin dhe shprehjen emocionale. Përqafoni këto energji kozmike për të krijuar një javë të përmbushur dhe harmonike përpara. Demi. Java që vjen thekson vetanalizën dhe vëmendjen. Me Venusin në shtëpinë tuaj të transformimit, ju inkurajoheni të zhyteni në mendime që ushqejnë rritjen tuaj. Është një kohë e shkëlqyer për të eksploruar praktikat e zhvillimit personal ose përpjekje shpirtërore. Dashuria mund të marrë një kthes interesante, pasi takimet e papritura ju sfidojnë të hapeni ndaj dinamikave të reja. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë, vlerat e të cilit përputhen thellësisht me tuajat. Profesionalisht, mjedisi juaj i punës mund të kërkojë durim dhe përshtatshmëri. Praktikoni mirëkuptimin mes rrethanave në ndryshim. Financiarisht, merrni në konsiderat rivlerësimin e investimeve dhe planeve të kursimit për të siguruar stabilitet afatgjat. Mesjava, një shkëndij krijuese mund të frymëzojë hobi të reja ose ndjekje artistike. Në frontin fizik, pushimi i mjaftueshëm dhe një dietë e shëndetshme janë thelbësore për të ruajtur nivelet e energjisë. Ndërsa fundjava zhvillohet, relaksimi dhe kërkimi i kënaqësisë janë në yje, duke ofruar mundësi për kënaqësi të qetë. Besoni në fuqinë transformuese të ndikimeve astrologjike të kësaj jave. Binjakët. Përgatituni për një javë dinamike ku komunikimi merr vendin qendror. Ndërsa Merkuri kalon në prapavi përmes sektorit tuaj të partneritetit, nuancat në dialog bëhen të rëndësishme. Keqkuptimet mund të shfaqen, por durimi dhe qartësia do të kapërcejnë boshllëqet. Profesionalisht, vendimet e lëna më parë në pritje kthehen në fokus, duke ofruar mundësi për zgjidhje. Përpjekjet bashkëpunuese tani janë të dobishme, megjithse kërkojnë koordinim të kujdesshëm. Në sferat romantike, Venusi ofron ngrohtësi të butë, duke nxitur lidhje më të thella. Beqarët mund të gjejnë partner të mundshëm përmes mjediseve shoqërore. Financiarisht, përparimi i qëndrueshëm është në horizont, megjithse shmangni blerjet impulsive. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të rishikuar projektet personale për të cilat keni qenë të apasionuar. Sa i përket shëndetit, krijoni një rutinë të qëndrueshme që balancon aktivitetin me momente qetësie për të rimbushur. Gjatë fundjavës, kënaqni kuriozitetin tuaj intelektual me libra ose biseda stimuluese. Përqafoni ndikimet qiellore që ju udhëheqin drejt zbulimeve të rëndësishme dhe depërtimit emocional. Gaforria. Java e ardhshme ndriçon rritjen në marrëdhënie dhe vetëdijen. Me diellin që kalon nëpër sektorin tuaj të partneritetit, një dritë e fortë ndriçon mbi lidhjet personale. Dialogu me të tjerët e rëndësishëm do të thellojë lidhjet, megjithse kërkon një zemër dhe mendje të hapur. Profesionalisht, mundësitë e reja mund të kërkojnë fleksibilitet dhe gatishmëri për të mësuar shpejt. Natyra juaj intuitive udhëzon vendimet për karrierën, prandaj besoni instinkteve tuaja. Diskutimet financiare janë të favorshme këtë javë, megjithse keni kujdes nga tejkalimi i burimeve. Është një kohë optimale për të kultivuar aftësi që mund të përmirësojnë trajektoren tuaj të karrierës. Kreativiteti rrjedh pa mundim në projektet personale, duke ofruar përmbushje jashtë përgjegjësive të përditshme. Sa i përket shëndetit, integroni ritualet edukative si meditimi ose shëtitjet e qeta në rutinën tuaj. Përvojat e përbashkëta me miqt ose familjen do të sjellin gëzim dhe relaksim gjatë fundjavës. Besojini procesit të rritjes që premton kjo javë dhe kjo do t'ju çojë në qartësi dhe frymëzim të ri. Luani. Drita shkëlqen mbi ndjekjet tuaja krijuese dhe profesionale këtë javë. Ndikimi i Marsit frymëzon një rritje të produktivitetit,
duke inkurajuar projekte ambicioze dhe iniciativa të reja. Shfrytëzojeni këtë energji me mençuri duke vendosur qëllime të qarta dhe të arritshme. Në marrëdhënie, Venusi ndihmon në harmonizimin e keqkuptimeve. Praktikoni empatinë dhe durimin për të ruajtur ekuilibrin. Jeta juaj shoqërore është e gjallë, gjë që mund të sjellë kontakte të reja ose miqësi të ringjallura. Financiarisht është një periudhë për optimizëm të kujdesshëm. Mund të ndodhin fitime të papritura, por qëndroni të kujdesshëm në shpenzime. Mesjava, mund të përballeni me zgjedhje që kërkojnë përshtatshmëri, veçanërisht në çështje që lidhen me punën. Mbështetuni të aleat të besuar për këshilla nëse është e nevojshme. Sa i përket shëndetit, merruni me aktivitete që promovojnë mirëqenien, të tilla si regjimet e ushtrimeve ose planifikimi ushqimor. Ndërsa afrohet fundjava, vetanaliza personale zbulon njohuri të rëndësishme, duke ndihmuar rritjen tuaj emocionale. Përqafoni fuqizimin e kozmosit për të lundruar dhe optimizuar udhëtimin tuaj këtë javë me besim. Virgjëresha. Kjo javë ofron një përzierje reflektimi dhe vrulli përpara. Ndërsa Merkuri ndikon në sektorin tuaj të jetës familjare, fokusi kthehet në fushat personale dhe familjare. Rivlerësoni rregullimet në shtëpi ose marrëdhëniet brenda familjes, duke kërkuar harmoni dhe mirëkuptim. Në sferat romantike, kultivimi i lidhjeve me një qasje të sinqertë rrit lidhjet emocionale. Angazhohuni në aktivitete introspektive, si shkrimi një ditari, për të fituar qartësi mbi aspiratat. Profesionalisht, përshtatuni me ndryshimet e vazhdueshme, duke e përdorur këtë periudhë për të përsosur aftësitë dhe për të zgjeruar njohuritë. Vendimet ekonomike trajtohen më mirë me kujdes. Një rishikim i kujdesshëm i planeve financiare mbron nga rreziku i panevojshëm. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj rutinës. Praktikat e vazhdueshme nxisin vitalitetin dhe parandalojnë lodhjen. Eksploroni mundësitë krijuese në mesjavë për të çliruar talentet latente dhe për të rifreskuar mendjen. Gjatë fundjavës, koha në natyrë ose mjedise paqësore rikthen ekuilibrin. Besojini instinkteve tuaja dhe lejoni që energjitë e kësaj jave të udhëheqin planifikimin e menduar për të ardhmen. Peshorja. Përgatituni për një javë eksplorimi harmonik dhe lidhjesh të ripërtërira. Ndërveprimet shoqërore marrin një kthes të këndshme me Venusin që hedh një shkëlqim të ngrohtë në rrjetet tuaja. Forconi miqësitë ekzistuese dhe përqafoni njohjet e reja, pasi ato mund të sjellin mundësi emocionuese. Profesionalisht, bashkëpunimi dhe puna në grup bëhen qendrore, me përpjekjet e përbashkëta që çojnë në arritje të rëndësishme. Sferat financiare kërkojnë planifikim strategjik. Vlerësoni qëllimet afatgjata dhe përshtatni buxhetet në përputhje me rrethana. Në fushën e dashurisë, diskutimet e përzemërta hapin rrugën për angazhime më të thella. Beqarët mund të gjejnë perspektiva interesante që lindin gjatë mbledhjeve në grup ose ngjarjeve të komunitetit. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është çelësi. Përfshini aktivitete që janë si relaksuese ashtu edhe gjallëruese. Shfrytëzoni mesin e javës për të reflektuar mbi aspiratat personale, duke i përshtatur ato me qëllime më të gjera të jetës. Ndërsa fundjava zhvillohet, kënaquni me ndjekje kulturore ose artistike, duke pasuruar jetën tuaj me përvoja të reja. Përqafoni bukurinë e lidhjeve që nxit kjo javë dhe lërini ato të udhëheqin rrugën tuaj përpara. Akrepi. Këtë javë bën thirrje për reflektim të brendshëm dhe rritje të jashtme. Marsi energizon sektorin tuaj të intuitës, duke nxitur një analizë më të thellë të emocioneve dhe dëshirave. Angazhohuni në praktika meditative për t'u lidhur me veten tuaj të brendshme dhe për të rritur qartësinë. Sa i përket marrëdhënieve, Venusi lehtëson shkëmbimin kuptimplot, megjithse kërkon komunikim të ndershëm për të zgjidhur problemet e mbetura. Profesionalisht, qëndroni të hapur ndaj të mësuarit. Përvetësimi i aftësive të reja do t'ju sjellë dobi në përpjekjet tuaja të ardhshme. Financiarisht, keni kujdes me investimet e shpejta. Në vend të kësaj, theksoni kursimin dhe planifikimin e burimeve. Projektet krijuese lulëzojnë në ndikimin e kësaj jave. Shprehni anën tuaj artistike përmes sipërmarrjeve për të cilat jeni të apasionuar. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet. Rutinat e kujdesit mbështesin mirëqenien fizike dhe mendore. Deri në fundjavë, karizma juaj tërheq të tjerët, duke lehtësuar mundësi të fuqishme rrjedhëzimi. Kushtojini vëmendje ëndrave ose ndjenjave të brendshme, pasi ato mund të ofrojnë njohuri. Besoni në energjitë transformuese që udhëheqin udhëtimin tuaj drejt mençurisë dhe përmbushjes këtë javë. Shigjetari. Përgatituni për një javë shkëmbimesh dinamike dhe vetanalize. Ndikimi i Mërkurit ndes dialog të gjallë dhe ide të reja,
perfekte për zgjidhjen e problemeve dhe të menduarit inovativ. Jini të hapur për të mësuar nga perspektiva të ndryshme, veçanërisht në mjediset profesionale. Bashkëpunimet mund të rrisin produktivitetin, megjithse kërkojnë komunikim të qartë për të parandaluar keqkuptimet. Financiarisht vlerësoni prioritetet. Ky është një moment i kujdesshëm për të rishikuar strategjitë e investimit. Në dashuri, yjet inkurajojnë autenticitetin dhe cenueshmërinë. Beqarët mund të gjejnë romancë në ndjekjet intelektuale ose interesat e përbashkëta. Sa i përket shëndetit, mbani një stil jetese aktiv për të balancuar euforinë fizike me relaksimin mendor. Në mesjavë, gjeni kohë të qetë për reflektim për të parafruar qëllimet tuaja me pasionet tuaja. Gjatë fundjavës, ju tërhiqeni nga aktivitete kulturore ose aventureske që zgjerojnë horizontet tuaja. Përqafoni energjinë kozmike që ju drejton drejt rritjes, njohurive dhe përvojave pasuruese që premtojnë një javë të përmbushur. Britsjapi. Këtë javë nxjerr në pa ambiciet dhe përparimet praktike. Ndërsa dielli vazhdon udhëtimin e tij përmes shenjës suaj, rritja personale dhe e karrierës janë në plan të parë. Vendosni qëllime realiste dhe ndërmerrni projekte që përputhen me vizionin tuaj afatgjatë. Përpjekjet për rrjedhim japin fryte, duke quar në bashkëpunime të mundshme ose zgjerim të karrierës. Financiarisht, merrni vendime të informuara. Tani është ideale për të shërtuar kursimet dhe investimet. Marrëdhëniet ndërpersonale kërkojnë vëmendje. Dinamikat familjare ose partneritetet mund të kenë nevojë për trajtim delikat. Venusi mbështet forcimin e lidhjeve emocionale duke nxitur mirëkuptimin dhe empatinë. Sa i përket shëndetit, ruani disiplinën në zakonet tuaja për të ruajtur nivelet e energjisë. Merrni në konsiderat aktivitete që rigjallërojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Në mesjavë mund të përjetoni qartësi në lidhje me transformimet personale, duke i parafruar ambiciet tuaja me vlerat personale. Ndërsa afrohet fundjava, merruni me hobi ose aktivitete të kohës së lirë që ju lidhin me veten tuaj autentike. Besojini udhëzimit të planetëve ndërsa lundroni në një rrugë stabiliteti dhe suksesi këtë javë. Ujori. Përgatituni për një javë me depërtim dhe potencial krijues. Ndikimi pozitiv i Jupiterit zgjeron mundësitë për të mësuar dhe eksploruar. Ndjekjet intelektuale favorizohen, duke e bërë atë një kohë ideale për të regjistruar në kurse ose për të nisur udhëtime edukative. Profesionalisht dalin ide inovative, duke ju ftuar të propozoni strategji të guximshme që magjepsin dhe frymëzojnë. Financiarisht, planifikimi i zgjuar ndihmon në ndërtimin drejt qëllimeve të ardhshme. Diversifikoni investimet me mençuri. Në sferën e marrëdhënieve, Venusi sugjeron spontanitet dhe romancë. Nëse jeni beqar, takimet e rastësishme mund të sjellin perspektiva emocionuese. Shëndeti përqendrohet në ekuilibër. Jepni përparësi si stimulimit mendor ashtu edhe aktivitetit fizik. Mesjava ofron një shans për tubime shoqërore, duke pasuruar lidhjet tuaja me bashkëmoshatarët. Ndërsa fundjava afrohet, përqafoni vetmin për meditim, duke parafruar besimet personale me aspirata. Lëreni depërtimin qiellor t'ju udhëheq drejt zbulimeve të reja dhe përparimeve imagjinative, duke formësuar një përvojë të dobishme për ditët në vijim. Peshqi. Këtë javë ju fton të ushqeni thellësinë emocionale dhe shprehjen krijuese. Ndërsa Neptuni hedh një aurë ndërimtare, zhytuni në projekte artistike ose praktika shpirtërore që ushqejnë shpirtin. Lidhjet e thelluara nga bisedat kuptimplote ofrojnë përvoja pasuruese. Profesionalisht, përqafoni përshtatshmërinë pasi ndryshimet e papritura mund të çojnë në zgjidhje inovative dhe rezultate pozitive. Financiarisht, është koha për planifikim të kujdesshëm. Përqendrohuni në menaxhimin e burimeve për të siguruar stabilitet. Dashuria lulëzon në mprekjen e butë të Venusit, duke inkurajuar dialog të përzemërt me partnerët ose interesat e mundshme. Beqarët mund të gjejnë takime të rastësishme që ofrojnë potencial romantik. Shëndeti kërkon vëmendje. Integroni teknikat e relaksimit në rutinat e përditshme për të lehtësuar stresin. Në mesjavë, eksploroni hobi që frymëzojnë imagjinatën dhe relaksimin. Gjatë fundjavës, përqendrohuni në mbështetjen e komunitetit ose aktivitete bamirësie që ju ngren moralin dhe lidheni. Besojini energjive kozmike që sjell kjo javë, duke ju udhëhequr drejt rimbushjes emocionale dhe harmonisë shpirtërore. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.